Gordon Brown krijoi modelin e menaxhimit të krizës bankare në Britaninë e Madhe, po dhe tër botën, që kur nis një flak e protestë depozituesve, nuk ka siguri më të madhe se sa shteti. Dhe shteti e shtetëzon, ulen tensionin sociale dhe pastaj rishet. Kështu që gjërat nuk janë kaq spontane. Në aspektin e si thuash thelbit të rilindjes, që nuk ka lidhje me thelbin e PS-së dhe ju e vlerësuat, unë mendoj që Rama, duke mos kuptuar gjë, edhe duke qenë se i ka shumë të dobta, bile unë shpeshherë i kam thënë me Nanos në një debat, që ai nuk ka asnjë qelisë shtetformuese. Mbani mend spatën që mori? Ai tregoi që unë do të drejtoj me spatë. Dhe në këtë aspekt, ndoshta librin e Machiavellit Princip mund ta ketë konspektuar edhe nga një në rreshta, që vetëm to rreshta lexo, por thelbi i dallimit midis leadershipit machiavellist dhe atij që është sot është i madh. Machiavelli thoshte më mirë të më kenë frikë se sa të më duan. Dhe gjithë qeverisja e Ramos është në këtë model. Ndërsa e mbyll këtu, ndërsa liderët sot, në gjithë materialet që unë lexoj në leadership, se kam kohë të mjaftueshme, thonë janë të suksesshëm, janë produktiv, janë të dobishëm ata lidera që udhëheqin me motivin më mirë të më duan se sa të më kenë frikë. Zoti Malaj, duke parë bilancin e këtyre 13 viteve, duke ndjekur vetë zotin Rama, Ministrinë e Financave dhe të tjerë, në deklaratat e këtyre publike i referohem, ata kanë thënë shpeshherë që ne i kemi mbajtur premtimet tona. Pra ata në 2013 kujtoj që ata tan taksimi drejt, 300.000 vende pune, shëndetësia falas. Këto ishin premtime kyçe dhe sot ata bëjnë një bilanc dhe thonë që ne kemi ulur borxhin nga 74% e kemi çuar në 54%. Ne kemi reduktuar deficitin për 12 vite buxhetar. Po, bëjnë këtë bilanc. Kemi ulur papunësinë. Pra në gjithë parametrat makrofiskal, ata thonë që ne kemi arritur rezultate në përputhje me zotimet tona të hershme dhe kemi ngushtuar hendekun fiskal. Por në fakt që në mandatin e parë të saj është taksuar puna dhe profesionistët shumë më tepër se sa kapitali, ndërkohë që kapitali i ul nga 15% në 8% dividend. 8%. E para ne themi për statistikat që kanë disa thuash veti. Pra ne themi që ka gënjeshtër të madhe dhe gënjeshtër më të madhe që quhet statistik. Vile në universitete elitare merr kurse si të manipulosh statistikat për të avancuar idenë tënde. E dyta dhe më e rëndësishme që përputhet me Shqipërinë është që statistikat janë për politikanët si deuri që kap shtyllën vetëm për të mbajtur. Por e treta, që unë do të ndaj një pjesë, nuk do ta përmend se kanë çik thelb kështu, statistikat janë të dobishme për politikanët, për atë që fshehin, jo për atë që tregojnë. Si punë veshjeve në plazh. Okej. Dhe ajo që është më thelbësore, statistikat janë jetësisht të domosdoshme. Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, ish ministrja e Financës së Francës, ish shefja FMN-s, thotë, në qoftë se ne qeverisim pas statistika, është një soi sikur të ecësh në tunel me dritë fikur, sepse ne qeverisim me emocione individuale, jo me indikacionet që të jep ekonomia reale. Kështu që për sa e përket uljes së borxhit, shikoni dhe vlerësimet kritike që ka tani FMN dhe Banka Botërore, ulja e borxhit ka ardhur kryesisht nga tre faktorë. E para dhe mbi të gjitha zhvlerësimi i euros. Dhe sipas studimeve, 15% e uljes së borxhit për shkak të përqindjes së madhe që ka borxhi në euro, është nga zhvlerësimi i monedës kombëtare.